Sonte intervista saktë është me kryetarin e komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti. Se kam problem që po që se shqiptarët nesër do të hynin në koalicion me Zaevin për shkak se është qendër e majt, unë jam i qendrës majt, mendoj që do të ishte mirë, po jo, para se mi vendos disa kushte për shqiptarë. E ka historinë e Shikut e cila nuk shpjegohet apo nuk është shpjeguar ende. Unë e kam thënë shumë shpesh, nuk e di vitet e 90-ta, nuk mund të flas shumë për ato, por nëse ka një shërbim që ka funksionu në Kosovë, dhe ai thotë ka qenë i shtetit, është mirë me ditë kush e ka financuar, nëse s'mundet me na kallëzon neve, ti kallëzon kuvendit në dyert mbyllura, dhe vjen Isa Mustafa aty thotë, në rregull që po diskutojmë, po në fund që ky verzion i demarkacionit është final. Nuk është dialogim. Masi shumë pe kalon, do me thonë që ti s'po të shkon verzioni, dush me ardhë me fol me ata të cilët po të thonë që se ki mirë. Dhe është e gatshme vetëvendosja për zgjedhje? Gjithmonë. Nëse e kuptova drejt, gjasat që vetëvendosja AK dhe nisma të jenë në një koalicion para zgjedhor janë të vogla, shumë të vogla. Për mos thonë gati se të pamundura.